Mire se vini në një episod të rite e drejta e emigracionit me avokatin Fabio Lo Scherbo. Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës Administrative Rajonale të Toskanes, vendimin Robes Simpson o të vjen i vitit 2025. Gjykata anulloi një vendim të policisë së Firenzes, e cila kishte refuzuar të rinovonte një legje kundrimi për arsye studimi. Aplikuesi kishte përfunduar një master në Itali dhe megjithëse kishte kërkuar zyrtarisht rinovimin e legjes për studime, qëllimi i tij i vërtetë ishte të merrte një legje kundrimi për kërkim-pune. Sipas gjyktarëve, policia nuk mund të kufizohej vetëm me refuzim. Ajo duhej të vlerësonte nëse ekzistonin kushtet për dhënien e një legje tjetër kundrimi. Sipas në një ting paragrafi 9 të ligjit për emigracionin, i vendimi është i rëndësishëm sepse riafirmon një parim themelor të administratës së mire. Autoritetet duhet të shohin përmbajtjen reale të kërkesës dhe jo vetëm formën e saj burokratike. Një mesazh i qartë për të gjitha xhirat e emigracionit në Itali. Çdo kërkesë duhet të shkirtohet me kujdes dhe drejtësi, veçanërisht kur i huaxhi ka treguar përpjekje të vërteta për integrim nëpërmjet studimeve ose punës. Shihemi në episodin e ardhshëm. Unë jam avokati Fabio Lo Scherbo